I tha një dietarët e ka pas emrin e Bahazim. Thanë, pse s'po e dojmë vdekjen? A ka mundësi me na spjegu pse s'po na vdisën? Po ku me të dek? Ku me të dek, vllave jam i dashur? Sa dashurit mëdhe ke ndaj misrit që ke mbjell. Sa dashurit mëdhe ke ndaj prazit që ke mbjell. Ja Bahazim, pse s'po na vdisët? Tha, ammartum dunjakum, kharrabtum akhiratakum, fa innakum takrahuna an naqla min al ma'murati ila al mukharraba. Tha, e keni ndërtu dunjon, e keni prish ahiratin e ju. Tha, për qatë s'po ju shkohet për shtëpisë ndërtume të shtëpia e prisht. Për atë s'po ju shkohet për kësaj shtëpisë që e keni ndërtu, s'po ju shkohet të ajo shtëpia që e keni prish. Se me qene kundërta, me pas rënu këta për ta ndërtu qetrën, shumë shpejt njoni prej neve kishte me ju shku ka shtjare. A i që ndërtoj shpijën e vetë në bord, edhe dvetrën me didhoma, e braktisi, edhe e lata, apo i shkot për shpijës rate e vetra me ime të esha mo? Jo, s'po i shkot. Kështu tha ju ka ndodhë dhe juve, djetari i shquar a Bahazim. Tha, kështu ju ka ndodhë dhe juve. Po mos harrani. Mos harroni se këto shtëpitë e bukura keni me ilon në çdo mënyrë. Ashtu, këto keni me ilon. Njoni po i len prej vllazërive të flet në gjumë, është zakoni Allahut. Njoni po shkon po mytet në buçall 1 metre, është zakoni kësaj dunjo me vdek. Qetri mitet në penda, njoni në shkel kerri, qetri i bjen trenit, njoni në mit rampa, qetri në mit vetima, e me lijen shtëpiat. Me rëndësi prej kësaj shtëpisë ndërtuar duhet me dal. E ku me shku pastaj? Qert hin jetojnë në shtëpinë e ndërtuar, ti shkon në të rënuarën. Shiqotash, një plep 50 metre i nal karronjet e veta e majnë poshtë tash i ngullën në tokë. Shtëpia jote sa ma fort temelin ti po lavdrohesh te ke po podrum, edhe ke bo themelet e asaj shumë me armaturë të bukur. Po lavdrohesh me këta. Ti po lavdrohesh për ndërtesa, po lavdrohesh për që të gjitha të lidhuna, e kush i zgjidhun? Vetëm ti. Je përmi tokë ti. Ti mere vesh nërmet ti dhe tokës ka këpuc, që mës loje me prekën to, ti je tamam total i zgjidhun. Hazër je me i thonë kësaj bote lam të mirë. Hazër je me i thonë kësaj bote lam të mirë, a ja i trallëtuar, ja i drejtuar, ja i ngritur, ja i koritur, njërën prej të dijame. A për me lonë këtë botë je hazër, se paroj. Edhe ata më paroj prej gjithve.